Sot dua t'i përgjigjem pyetjes që shumë persona që duan të nisin këtë biznes online më pyesin. Mos ndoshta është mashtrim kjo punë që ti po bën. Dhe disa më kanë thënë, ne besojmë ke ty, po nuk besojmë ke platforma. Edhe unë ju them që keni shumë të drejtë që dyshoni, sepse edhe unë kam dyshuar dikur. Dhe jetojmë në një botë të vështirë ku premtimet janë të shumta dhe zhgënjimet na kanë kushtuar shpeshherë. Shumë prej nesh kanë punu fort, janë djersit dhe i mezi i kanë nxjerr ato lek dhe nuk është e lehtë ta japësh lekun. Dhe kur dikush tjetër të flet për diçka online, ti ngëllon një çik si kur po më tregon një prall mua. Unë nuk ju kërkoj të besoni që në sekondën e parë, sepse besimi nuk jepet, besimi fitohet. Por pse jemi bërë kështu skeptik? Sepse ne jemi rritur me atë idenë që një punë e vërtet është ajo puna që të lodh fisikisht, apo ajo puna që të mban 8 orë të lidhur atje në zyrë. Dhe kur shohim dikë që na flet për liri, apo për biznes nga shtëpia, apo për këtë afiliat marketing, sigurisht është normale që të kërkojmë të mbrojemi. Pse e bëjmë këtë? Sepse kemi frikë të shpresojmë. Kemi frikë se mos gënjehemi. Unë nuk ju shoh si klient. Unë ju shoh si prindër që doni më shumë kohë për fëmijët tuaj. Ju shoh si të rinj që nuk doni të mbeteni peng i një rruge të vetme në jetën tuaj. Ju shoh si njerëz që thjesht doni një frymarrje financiare.